Ka durim edhe durim. Durimi më i mirë është durimi i bukur. Durimi më i mirë është durimi i bukur. Bes inshallah me lejen e Allahut për sonde. I madhi Zot Xhelle Xhelalu në Kur'anin Kerim ka fol ose i ka lavdru tre cilësi që i ka konsideru cilësi të bukura. Normal që këto tre cilësi nëse ndodhen te besimtari. Për tre cilësive të bukura, ka dikush që ka dhe cilësi tjetër, por inshallah do t'i përmend këto treja. Tre cilësitë e bukura që Allahu subhanahu xhelle xhelalu i ka përmend në Kur'an. Cilat janë këto tre cilësi që Zoti i ka konsideruar të bukura nëse i posedon besimtari. Nëse besimtari i posedon këto tre cilësi, dije se këto pra tre cilësit janë cilësitë më të bukura që Allah azza wa xal i ka cilësu, cilësi të bukura, cilësi të mira. Cilat janë këto? Cilësia e parë që Allahu subhanahu xhelle xhelalu e ka konsideruar të bukur është durimi, sabri. Ashtu si përmendet në ajete kuranore, fa sabrun xhemil. Sabrin e bukur. Cilësia e dytë, inshallah, do t'i shpjegoj një nga një, po do t'i përmend edhe cilat janë këto cilësi. Pra e para është sabri. Sabrin, do të thonë Allah azza wa xal e ka cilësu fa sabrun xhemil, durimin e bukur ose sabrin e bukur. E dyta që ka përmend Allahu subhanahu xhelle xhelalu në Kur'an është safh. Safh do të thotë kur pajtohesh me dikë, masi ke pas mosmarrveshje dhe ke qenë hidhur me dikë dhe pajtohesh, Allah azza wa xal e ka cilësu fasfah safhun xhemil. Pajtohu dhe bëj pajtim, sa pajtimi të bukur. Pajtim të bukur. E treta që ka përmend Allahu subhanahu xhelle xhelalu kush është hajr. Hajr do të thotë kur largohesh prej dikujt që nuk lidh më, s'ke as muhabet, nuk lidh ose je nda nga shoqëria X personi, Allahu subhanahu xhelle xhelalu ka thënë në ajetin kuranor wahjur hajran jamila. Do të thonë largoju largim të bukur. Largim të bukur. Inshallah do të përmendit të treja këto. Wahjur hajran jamila, do të thonë largohu me largim të bukur. Po të shikojmë këto tre cilësi faktikisht janë momente më të vështira. Momente më të vështira, nëse ti këto tre cilësi posedon në mënyrë më të mirë, dije se je për atyre njerëzve që vërtet Allahu subhanahu xhelle xhelalu i ka veçuar. Do të marrim të parën. Sabrun fa sabrun xhemil. Allahu subhanahu xhelle xhelalu na ka urdhëruar dhe i madhi Zot i ka lavdru faktikisht njerëzit të cilët bëjnë durim. Ka durim edhe durim. Durimi më i mirë është durimi i bukur. Durimi më i mirë është durimi i bukur. Zakonisht bëjmë pyetje, na pyesin dhe thotë çka do të thotë durimi i bukur? Çka do të thotë durimi i bukur? Këtë e ka sqaruar Ibn Taymija, një prej dietarëve të mëdhej këtij umeti, i cili e ka sqaruar çka do të thotë durimi i bukur. Ibn Taymija do të thotë durimi i bukur, thotë durimi i bukur është kur ti bën durim, bën sabër dhe nuk i ankohesh kërkujt përveç se Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Ky është durimi i bukur. Durimi i bukur do të thotë, edhe herë ta përsëris, që ti nuk i ankohesh krijesave të Allahut, po i ankohesh vetëm Allahut azza wa xal dhe duke qenë dakord me caktimin e Zotit. Ky është sabrun xhemil. Dhe po t'i hedhim një sy Kur'anit Kerim, historive të Kur'anit Kerim që shpesh e përmendim, shikosh që prej pejgamberëve, profetëve që e ka përmend sabrin e bukur, kush ka qenë? Jakubi alayhis salam, babai i Jusufit alayhis salam. Momenti që ndodhet, në atë moment që u ndodh, moment më të vështirë, që e humbi djalin e vet, Jusufin alayhis salam, Jakubi alayhis salam këtu na mëson ne se si besimtari duhet të ketë sabër, se si besimtari duhet të ketë durim. Dhe tha, si do ta përballoj këtë vështirësi, si do ta përballoj këtë sprovë të madhe që i kishte ra Jakubit alayhis salam. Dhe na mëson duke thënë fa sabrun xhemil. Fa sabrun xhemil, do bëj durimin e bukur. Dhe po shikosh historinë e Jakubit alayhis salam në një aspekt tjetër të kësaj historie, shikojmë që Jakubi alayhis salam çka tha? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Innama ashku
bethi wa huzni ila Allah. Vërtet, unë, për këtë gjendje që jam, i ankohem Allahut subhane gjelle gjelalu. Këtu tregohet ardhshmëria e fortë e besimtarit që ka te Allahu subhane gjelle gjelalu. Do me thonë, nëse ti gjendesh momente të vështira në këtë dynja, momente nga më të ndryshmet, dhe ti atë moment të vështirë që po e kalon, i drejtohesh Allahut subhane gjelle gjelalu dhe jo krijesave të Allahut, këtu tregon atë lidhshmërinë tënde që ke të fortë me krijuesin, atë lidhshmërinë të fortë që ke me Allahun subhane gjelle gjelalu. Këtu na mëson Jakubi alayhi salam lidhjen e fortë që ka pas me Allahun subhane gjelle gjelalu. U gjend në një moment vështirë, moment që nuk ka qenë 1 muaj, 2 muaj, 1 vjet, 2 vjet, po me vitet e tëra. Dhe na mëson Jakubi alayhi salam që thot inma ashku bethi wa huzni ila Allah, un gjendjen time që jam, hallin tim që kam, un i ankohem Allahut subhane gjelle gjelalu duke qenë dakord me kaderin e Allahut azza wa jall. Dhe Jakubi alayhi salam si e ka përballu humbjen e fëmis, duke thënë fe sabrun jamil, do bëj durimin e bukur. Për Zotin e Madh, pasha Zotin, nuk ka njeri i cili bën sabrin e bukur që mos t'i vi shpërblimi i bukur për Allahut subhane gjelle gjelalu. Çdo kush i cili bën sabër për hir të madhit Zot, dije se shpërblimi i Allahut subhane gjelle gjelalu do vi edhe më i bukur. Shikoni Kur'anin Kerim, shikoni sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, jetën dhe veprën e profetit alaihi salatu wasallam. Që këto janë dy bazat për ne. Këto janë dy referencat kryesore për ne, Kur'ani dhe suneti i profetit alaihi salatu wasallam, dhe kemi edhe referenca tjera duke u mbështet, do të thënë duke pa dhe mendimet e dietarëve për çështje që ka dilema ose për çështje që ka mendime ndryshme. Mi pa të kryesorët janë Kurani dhe suneti i profetit alaihi salatu wasallam. Shikosh në Kur'an. Për Zotin çdo histori të pejgamberëve dhe histori tjera që Allah azza wa jalla i përmend në Kur'an. Çdo kush, çdo pejgamber ka kaluar sprova nga më të ndryshmet. Me na tregu që kjo dynja për besimtarin nuk është fush me lule. Kjo dynja nuk është xhenet. Kjo dynja është sprovë. Ka atë bukurinë e vet, po ka dhe sprovat e veta. Çdo kush do lundroj dhe do heci në për sprova të ndryshme. Kjo është realiteti. Mo të kujtoj dikush që unë besova dhe tani unë jam me laçe. Dhe tani unë pres çdo gjë, çdo të mirë për Allahut subhane xhelle xhelal. Çdo gjë vjen e mirë për Allah, nuk ka diskutim. Po Zoti neve na ka bërë qartë dhe ditur në Kur'an që a keni kujtu se do hynin në xhenet pa u sprovu? Ta fshir nga mendja vet dikush që do hynë xhenet pa u sprovu. Njerëzit më të dashur të Allahut që janë pejgamberët janë sprovu, janë testu. Nga sprova nga më të ndryshmet. Nga sprova nga më të ndryshme, sprova në smundje, vdekje fëmijë, sprova në fëmijë, sprova nga sta pret mendja. Mirë po, këto pejgamberë që Allah subhane xhelle xhelalu i përmend në Kur'an, si kanë përballuar sprovat? Me durim. Dhe për Zotin përfundimi i çdo pejgamberi, kur ka pas sabrin e bukur, i ka ardhur shpërblimi i bukur. Hidheni një sy historisë e Ejubit alayhi salam, profetit Ejub alayhi salam. Ejubi alayhi salam u sprovu në fëmijë, i vdiqën fëmijët, ka qenë i pasur, i iku dhe pasuria, dhe u sprovu në shëndetin e vet. Nuk flasim ka qenë i smur 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, po flitet me vite. Po të shikosh ajetin kuranor, Allahu subhane xhelle xhelalu çka tregon për Ejubin alayhis salam? Thot: "Inna wajadnahu sabira." Ne e gjetëm Ejubin alayhis salam durimtar, sabërli, duroi dhe nuk e kundërshtoi kaderin Allahut subhane xhelle xhelalu. Duroi për sprovat që i ran, fatkeqësitë që pat, i përballoi me durim. Mas durimit të bukur të Ejubit alayhis salam dhe vjen dhe shpërblimi i bukur i Allahut subhane xhelle xhelalu duke azëvendësu gjithçka që humbi. Edhe Jakubi alayhis salam kur tha fe sabrun jamil, ai sabri bukur, ai durimi bukur me vite të tëra e ka shoqëruar Jakubin alayhis salam
dhe mas sabrit bukur, vjen shpërblimi i bukur i Allahut subhane xhelle xhelalu duke ja kthy djalin e vet, Jusufin alayhi salam, dhe duke qenë udhëheqës i Egjiptit, i cili ka pas, si ti themi ne sot, ministri i ekonomisë, ekonomia ka qenë krejt në dorën e Jusufit alayhi salam. Shikoni jetën dhe veprën e profetit alayhi salatu wassalam. Ka kaluar sprova nga më të ndryshmet, sallallahu alaihi wasallam. Me bimbo këto sprova që ka kalu profeti alayhi salatu wassalam, si ka përballu? I ka përballu me durim, me sabër, duke ja mësuar dhe shokëve të vet sabrin dhe durimin. Se ka pas rast atillë që ka shku dikush në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, e ka maltretu, e kanë rreh. Jo vetëm e kanë rreh, po ja kanë djeg shpinën në zjarr. Dhe ka shku te profeti alayhi salatu wassalam, ka thonë ja Rasulullah, shiko si më kanë bën. Profeti alayhi salatu wassalam këtu mos kujtoni se nuk ju ka dhimbs gjendja e atij sahabi. Mi për profeti alayhi salatu wassalam ka desh me mësu dhe me na mësu që kjo rrugë nuk është kollaj. Që të arrish destinacion dhe destinacioni që secili prej nesh dëshiron është xheneti i Allahut subhanahu xhelle xhelal. Të arrish në atë destinacion duhet shumë durim, duhet shumë sakrificë, durim, të hasesh me sprova nga më të ndryshmet, që të arrish atje që të ka premtuar Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Dhe profeti alayhi salatu wasallam kur i kthehet ti sahabit thotë, wallahi pasha Zotit, ka pas njerëz para jush që janë sharruar në dy pjesë, vetëm se kanë thënë la ilaha illallah, vetëm se kanë thënë Allahu është një. Dhe nuk janë lëkund te imani vet e besimi vet. Nuk janë lëkund. Këtu na mëson sabrin, durimin, profeti alayhi salatu wasallam, se nuk është kollaj. Të arrish atje ku dëshiron secila prej nesh. Prandaj Allahu subhanahu xhelle xhelalu sabrin e ka cilësu, dhe sabrin Allahu subhanahu xhelle xhelalu e ka shpërbly pa kufi. Innama yuwaffa Allahu sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu subhanahu xhelle xhelalu ka më shpërbly durimtarët pa hesab, pa llogari. Që nuk i dihet se sa do i shpërbly Allahu subhanahu xhelle xhelalu njerëzit të cilët vërtet kanë duruar për hir të Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Dhe duhet ta di se cila prej nesh që sabri ka disa lloj, ose sabrin mund ta ndajmë në disa lloj. Kemi sabër ndaj ibadeteve, durosh, ke namaz që fal për ditë, duhet durosh, do të ngrehesh sabah, duhet ta falësh drekën, do ta falësh ishindin, do ta falësh akshamin, do ta falësh yatsin. Durosh në ato obligime që të ka obligu Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Sabër në obligime, sabër kur agjeron, sabër kur shkon në haxh, sabër kur jep zakatin, sabër kur lexon Kur'anin, sabër kur mëson Kur'anin, duhet sabër, duhet durim. Nuk është kollaj. Prandaj gjithmonë kur e ndigjoj këtë ajet kuranor që Allahu subhanahu xhelle xhelalu i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe thot wastaqim kama umirt. Wastaqim kama umirt. Hec drejt ashtu siç kam urdhëruar. Ma kujton ky ajet kuranor kur e kanë pyet sahabët, e kanë pyet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një ditë për ditëve, e ka pa profetin alaihi wasallam, i kanë pa disa thinja që i kanë dalë. I ka thonë ja Rasulullah, kanë dalë disa thinja. Thot profeti, i ka thonë profeti alaihi salatu wasallam, ka thënë një ajet kuranor që Allahu subhanahu xhelle xhelalu thot wastaqim kama umirt, hec drejt ashtu siç kam urdhëruar. E të hecësh drejt siç ka urdhëruar Allahu subhanahu xhelle xhelalu duhet durim. Durosh te ibadetet që të ka urdhëruar Allahu subhanahu xhelle xhelalu, që na ka obligu i madhi Zot xhelle xhelalu. Durojmë fatkeqësitë të ndryshme, sprovat e ndryshme që të bijnë. Sprovat nga më të ndryshme që e kaplon njeriu, duhet bësh durim, duhet bësh sabër. Prandaj profeti alayhi salatu wasallam çka ka thënë? Profeti alayhi salatu wasallam ka thënë sabri është kur të bjen, në fillim është sabri. Momenti që të ka ra, Zoti na ruaj, një fatkeqësi ose një problem, në atë moment e duhet sabri. Prandaj profeti alayhi salatu wasallam kur e ka pa një grua e cila është hedhur mbi një varr dhe qan dhe ulëret te ai varri, e këshillon profeti alayhi salatu wasallam, ka thënë bëj sabër. Kjo ja ka kthy me të keq në atë moment dhe nuk e ka ditë që është profeti alayhi salatu wasallam, ka thënë shko se ti nuk e di se ç'm ka gjetë mua. Shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i thonë, oj fulana, a nuk e din se kush të këshilloi? Ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ngrehet dhe shkon nga mas profeti alayhi salatu wasallam, thotë ja Rasulullah, më fal, nuk e disha që e di. Po mua ka vdek djali i ri.
Profeti alayhis salam këtu i ka thënë sabri është kur të bjen. Sabri është kur të bjen. Prandaj të bëjmë durim, bëjmë sabër ndaj sprova të ndryshme, bëjmë sabër ndaj gojave të ndryshme, helmuse, të cilat vetëm helm nxjerrin për gojëve të tyre. Prandaj Allah subhanahu xhela xhelalu kur thot Kur'anin Kerim, thot dhe bëj durim për atë që ka thonë Muhammed, duro për fjalëve të njerëzve, duroj. Duro, pse? Se mas durimit, inshallah do vi dhe shpërblimi Allahut subhanahu xhela xhelalu. Pra, Allahu subhanahu azza wa jall e ka konsideruar sabrin të bukur. Të sabrun xhamil, bësh durimin e bukur. Cilësia më e mirë e një besimtari është kur ka durimin e bukur, sabrin e bukur, vetëm për hir të Allahut subhanahu xhela xhelalu. Kur ke sabrin për hir të Allahut subhanahu xhela xhelalu, vallahi dhe shpërblimin do ta kesh të bukur për Allahut azza wa jall. E dyta që e përmendëm, cilësi që Allah azza wa jalla ka konsideruar të bukur është safh. Safh kur ti pajtohesh me dikën, Allah azza wa jall thot fasfah safhun jamil. Kur të pajtohesh me komentu shqip, kur të pajtohesh me dikën, masi ke pas kontradita ose mos marrveshje ose ke qenë e hidhur ose s'ke fol me të për shkaqe të ndryshme, kur të pajtohesh, Allahu subhanahu xhella xhelalu thot bëj pajtimin e bukur. Çka do të thot pajtimi i bukur? Pajtimin e bukur gjithashtu e ka njoft Ibn Taymija që ka thënë pajtimin e bukur është që mos t'ia kujtosh më se çka ka ndodhur. Domethënë, kur ti pajtohesh me dikën, hudhi mbas shpine gjithë ato që të ka ndodhur me atë person, mos ja përmend më. Je pajtu, jep dorën, jeni pajtu dhe harroje se çka ka ndodhur. Këtë e këshillon, kjo është pajtimi i bukur që Allah azza wa jall na këshillon Kur'anin Kerim. Po shikosh në shumë aspekte ose shumë ajete kuranore Allah azza wa jall e përmend pajtimin. E përmend pajtimin. Siç e kemi përmend edhe rastin me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, i cili kaloi vajza e tij Aisha radhiyallahu anha kaloi një moment, një sprovë të madhe. Sprovë të madhe sa akuzon në nderin e saj dhe fillon njerëzit duke fol. Për atyre njerëzve që fillon duke fol, ka pas edhe besimtarë të cilët i kaploi fitnia, i mori fitnia përpara. Dhe midis atyre njerëzve që ka fol për Aishën radhiyallahu anha ka qenë dhe familjarët e Aishës. Sa ato familjarë që Ebu Bekri radhiyallahu anhu i ka marrë me bukë, i ka ushqy, i ka marrë në sadaka, i ka marrë me bukë. Kur Allahu subhanahu xhella xhelalu zbret ajetin e pafajësisë për Aisha radhiyallahu anha, Ebu Bekri radhiyallahu anhu tha fulanit që unë e ka marrë me bukë dhe ka fol për vajzën time, mo nuk e ushqej. Zbret ajeti kuranor, sipas mendimeve të dietarëve, zbret ajeti kuranor që thot Allahu azza wa jall, thot Allahu subhanahu xhella xhelalu wa ya'fu wa yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Thot Allah azza wa jall falni, pajtoni, a nuk doni që Zoti t'ju falë. Momenti që zbret ky ajet kuranor, Abu Bekri radhiyallahu anhu çka tha? Patjetër. Për hir të Allahut ka fal. Një njeri i cili fal për hir të Zotit Madh xhella xhelal nuk i kujton më, nuk i përmend më se çka ka ndodhur. Nuk është falje ajo e cila ti për shembull je pajtu dhe ja përmend prap, ti ma bën kështu, ti ma bën ashtu, nuk e kam prit prej teje, po megjithatë do fali, nuk është falje kjo. Falje e bukur është falje që Zoti na këshillon, falje e bukur është që ti të falësh dhe mos t'ia përmendesh më se çka ka ndodhur mes teje dhe mes X persone. E treta që Zoti e ka cilësuar të bukur, thot i madhi Zot xhelle xhelalu Kur'anin Kerim wahjurhum hajran jamila. Shikon, me këtë dynja Zoti ka bërë çdo gjë të përkohshme. Nuk është e përhershme. Edhe lidhjet ndërnjerëzore nganjëherë janë të përkohshme. Ndoshta ke pas një shoqëri, ndoshta 20 vjeçare, dhe vjen një ditë dhe ndahesh prej asaj shoqërie. E ke pas një shoqe mbi 20 e kusur vjet, ke ndet me atë shoqe dhe vjen një kohë dhe ndahesh prej asaj. Ka raste të tilla që jeta bashkëtorë ke të tillë që kanë jetuar me vite të tëra bashkë, burri dhe gruaja dhe vjen edhe një ditë dhe divorcohen. Është çdo gjë e përkohshme dhe mos çuditemi. Mirë po, kjo ndarje kur të bëhet në mënyrë më të bukur. Sepse Allah azza wa jall thot wahjur hajran jamila, dhe kur të largohesh prej njerëzve, kur të largohesh prej X personi,
largohu në mënyrë më të bukur. Si në mënyrë më të bukur? Mos fol më për atë person. Nëse je nda me shoqën tënde që 20 vjet ke qenë me të, nesër kur të pyesin njerëzit, po ti ke pas shoqëri me atë, gjithë këto vite ku shkon, mos ja përmend më të këqijat. Ndau dhe mos e përmend më dhe mos e përgojo më. Kjo është largimi i bukur. Biles ton dietarët edhe te divorci ku ndodh midis burrit dhe gruas. Nuk është mirë se zakonisht ndigjojmë kur ndodhet divorc midis burrit dhe gruas, po ndigjosh palën e familjarëve të burrit, e sulmojnë familjarët e gruas. Dhe të ndigjosh familjarët e bashortes, i sulmojnë palën tjetër. Është një histori shumë e bukur që e tregojnë dietarët. Thot, dikush e ka divorcu gruan e vet dhe mas një periudhe kohe ish bashorten e tij don dikush të martohet me atë ish bashorten. Dhe shkrojnë e pyesin burrin e ish bashortin e pyesin. Thot, si ka qenë ajo bashortja jote? Shife përgjigjen e bukur që ka dhënë. Ka thonë nuk e di. Ka thonë ai ka jetuar një kohë dhe e di shumë mirë. Mirë po ka thonë nuk e di pse, sepse për mua tani është e huaj. Dhe unë nuk flas për gratë e huaja. Kështu është ajo hejrun xhemil që Zoti na këshillon Kurani Kerim, dhe kur të largohesh prej dikujt, të largohesh prej një mezhlisi, të largohesh prej një njeriu, të largohesh prej një shoqërie, largohu në mënyrë më të mirë, duke mos i dëmtu as me dorë, as me gojë, as me sy, as me vesh, Allahu Teala e di më së miri. Pra, to ishin 3 cilësitë e bukura që Allahu subhanahu xhela xhelalu i ka përmend në Kur'anin Kerim. Dhe po të shikojmë këto 3 cilësi, janë 3 cilësi që janë momente të vështira faktikisht. Sabri është moment i vështirë, sabri është kur ke ndonjë sprov dhe pajtimi është moment i vështirë. Normal që ti pajtohesh me dikën, ke pas një mosmarrveshje me atë person. Dhe largimi është moment i vështirë, sepse ti je gjithë këto vite me një shoqëri, me një shoqe dhe të largohesh është vështirë, por megjithatë në momentet më të vështira, Allah subhanahu xhalla xhelalu është që na tregon që ne tragojmë faktikisht në mënyrë më të bukur dhe me etikë dhe me moral, ashtu siç na mëson krejt Islami jonë që muslimani duhet të ketë etikën, moralin edhe momentet më të vështira që gjendet. Allahu Teala alam. Subhanallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.